Në një kohë kur debati politik dominohet nga deklaratat e ditës dhe përplasjet e momentit, rrallëherë gjen analiza që përpiqen të shohin edhe më thellë për te ngjarjes. E duke rrëmuar në larminë e opinioneve të njerëzve online, nuk është e vështirë të bësh dallimin në cilësi kur të del përpara një shkrim mjaft interesant. Ndërreshta lexon se sfida më e madhe e demokracisë shqiptare nuk është vetëm qeverisja apo opozita, por dobësimi i kontratës sociale dhe humbja graduale e legjitimitetit në sytë e qytetarëve. Kërkon të tjera shkrime të tij dhe në një opinion kishte edhe mbi dokumentin strategjik të Ramës titulluar Besa. Teksa lexoj, më pëlqen këndvështrimi i rikthimit të simbolit të besës në diskursin politik, duke interpretuar atë jo vetëm si një referencë kulturore, por edhe si një tregues të marrëdhënies së tensionuar mes pushtetit dhe shoqërisë. Por a është vërtet Shqipëria përballë një krize legitimiteti? E mësojmë nga shkrimtari dhe politologu Alban Daci, që me kënaqësi e ftoi online. Faleminderit zoti Daci që jeni me ne. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë dhe bashkëbisedimin bashkë. Nga dobësimi dhe deri tek besa si pakti i fundit i dikujt, si e shikoni ju pozitën e tanishme të qeverisë? Atëherë, si që thatë ju, gjatë këtyre protestave ka shumë njerëz që përfaqësojnë mediumet, cilët përpiqen të bëjnë argumentimet e tyre, por rrallëherë është e vështirë të gjesh argumentime të cilat të kalojnë interesat apo bindjet politike dhe përpiqet bëjnë një analizë të pavarur e cila në thelb ka interesin publik, por edhe në këtë rast edhe interesin shtetëror. Dhe para se dalim tek besa, pikërisht duke pasur në parasysh të lloj realiteti, ka një shprehje shumë të rëndësishme në veri që thotë është shumë e rëndësishme që mos flas keq për ty qoftë një burr i mirë, se sa të flasin 100 burra të këqij për ty. Për fat keq, për mënyrën se si ka zgjedhur komunikimin publik kryeministri Rama dhe për fat keq të situatës së tij që lidhet me legitimitetin, duke qenë që këto protesta janë tërësisht kundër establishmentit dhe jam i pari që jam thënë një gjë të tillë, dhe këto protesta vijnë për shkak të një akumulimi të gjatë frustimit të qytetarëve, të cilët në thelb e kanë humbur besimin tek institucionet dhe sipas Hobbes edhe Weber e të tjerë, kontrata sociale nuk është asgjë tjetër, por veç se qytetarët delegojnë interesat dhe pushtetin e tyre tek institucionet me qëllimin që ata duhet t'i përfaqësojnë. Dhe momenti kur ka një perceptim që përfaqësimi i tyre jo vetëm nuk është i drejtë, por është dhe i gabuar, kjo marrëdhënie prishet dhe kjo lloj kontrate prishet. Në këtë këndvështrim të mbrosh sot zotin Rama, përveç se duhet kesh një interes të jashtëzakonshëm personal ose mos shohësh realitetin me sy, do të thotë që të gjesh dhe argumenta të paqëna, të kapësh për pasqyrë ose për xhami për të mbrojtur këto momente këtë pushtet. Dhe ndoshta gjëja e parë që duhet kishte bërë kryeministri Rama para se të arrinte në këtë dokument strategjik, i cili ka një emër të jashtëzakonshëm në gjuhën shqipe, besa është vetëm një fjalë që nuk përkthehet dot në asnjë lloj gjuhë tjetër, por është ndër fjalët më domethënëse në të gjithë kulturat tjera, sidomos në kulturat europiane. Ndoshta Rama duhet kishte zgjedhur që legitimitetin e tij në media publike ose në mediumet ta bënin njerëz të cilët kanë një koherencë dhe kanë një ndjeshmëri, por kanë dhe një sens të madh kritike. Pra, gabimi më i madh sot që i bëhet Ramës është të gjithë ata që në nevojën e servilizmit po e forcojnë akoma më shumë largimin e Ramës nga realiteti në të cilin ndodhet sot Shqipëria, por dhe nga raporti që duhet ketë me qytetarët. Po t'i kthemi fjalës besa, së pari duhet kemi parasysh një gjë që në të gjitha literaturat e shkencave politike perëndimore nuk ekziston koncepti besa në kuptimin e ushtrimit të pushtetit apo të mirë administrimit të gjës publike.
por besa është baza e të drejtës zakonore, konstitucionale, të cilët janë burimi kryesor i të drejtës civile dhe penale sot edhe në Evropë. Mund të themi që besa është pikërisht ajo fjalë e cila nënkupton mbi të gjitha të pasurin moral. Pra, që dikush ofron besën, duhet të jetë një njeri me qëndrueshmëri morale. Por Ju po me thoni një që vend kryeministri ku ka humbur moralin e tij përgjatë këtyre viteve të qeverisjes apo në këtë mandat të fundit ku duket se zotëron gjithçka? Jo, moralin dua ta shpjegoj në një këndvështrim tjetër, në këndvështrimin klasik se Shqipëri morali zakonisht argumentohet me sjellje individuale të një personi ndaj të tjerëve. Por në këtë rast do ta shpjegoj në konceptin e leadershipit. Në një vend ku humbet legitimiteti, shteti vazhdon të ekzistojë juridikisht, si ka thënë Weber, por dobësohet në kuptimin e moralit. Pra, bëhet më pak i moralshëm ai shtet dhe automatikisht bëhet më pak i moralshëm në raport me qytetarët dhe ai lider. Pra, në këto momente ne kemi një traumë sociale, sepse ndryshe nuk do kishin dalur të protestonin qytetarët. Dhe në këtë traumë sociale, Rama ka dështuar që të ofrojë përgjigje qytetarëve përmes kontratës sociale, në këtë rast janë institucionet që garantohen nga kushtetuta. Pra ai në thelb pranon vetvete dështimin dhe rikthehet një fjalë e cila kushti themelor edhe në marrëdhëniet njerëzore është që ti duhet të kesh moral. Pra ti duhet të kesh garanci që ti e përdor dhe respekton atë fjalë. Në drejtën zakonore, je në besën time, ishte akti më ekstrem i një ngjarje dramatike. Pra përdori si garanci e fundit për të garantuar që sjellja jote do jetë korrekte. Në këto momente Rama ka ofruar besën e cila sipas disa publikimeve të pjeshme që kanë bërë deputetët socialistë, përveç se është shumë i dobët në nivel artikulimi dhe s'ka asgjë qoftë edhe studimore për besën, është një dokument i cili në vetvete nuk e zgjidh problematikën, por tregon problemin në të cilën ndodhet sot shoqëria shqiptare. Pse zoti Daci, sipas jush nuk e zgjidh, sepse nëse i ndalemi kapitujve konkret të tij apo 7 institucioneve të krijuara që do të planifikojnë, kontrollojnë dhe do të shohin mbarvajtjen deri në fund, Rama duket sikur në një farë forme i jep një lloj garancie atyre që protestojnë në bulevard dhe nga ana tjetër për europianët thotë unë po e zgjidh këtë me të mit. Nëse i kthemi përsëri fjalës besa, besa si koncept kanonor ka shtrirje në kohë dhe në hapësirë. Pra jepet për një periudhë caktuar dhe ti duhet ta aprovosh që po e mban atë. Pra zakonisht kur dikush kryente një vrasje, shkonte tek me një fshat tjetër, pinte një kafe ose hante but, ai derisa të shoqëroi nga i zoti shtëpisë që do të kalonte fshatin, ishte në besën e tij. Dhe automatikisht nëse dikush do të tentonte diçka, do të ishte në konflikt edhe me zotin shtëpisë që kishte pranuar. Pra që ti t'japësh besën, ja duhet na japësh garancinë, cilat janë mekanizmat, dhe mekanizmat në kuptim akte juridike dhe konkrete politike që ti po reflekton. E dyta, cila është koha që ti do t'i implementosh këto akte juridike dhe politike. Unë nuk kam parë asnjërin nga këto realisht në vullnetin politik të zotit Rama, që të marrin me raste konkrete. Tani, forcimi i institucioneve pavarura në Shqipëri, sidomos i SPAK-ut, i cili tashmë ka fituar një autonomi personale dhe nuk është më kontribut dhe merite politikës, mund të ishte kontribut dhe merite politikës në fillimin e krijimit të tij, por unë mendoj që nuk kishte rrugë tjetër përveç se duhet ta bëni. SPAK-u përmes kronikave të zeza na ka krijuar një perceptim akoma më të fortë që korrupsioni është në nivelet më të larta institucionale në Shqipëri. Që kemi njerëz të korruptuar, të cilët kanë marrë vendime të formës prerë, janë të pandehur, janë të dënuar ose janë të hetuar. Dhe tani akti i parë i kryeministit Rama në besën që don t'u jap qytetarëve, flamingove, por që unë nuk do të daja qytetarët flamingo në sorra, se pastaj kjo është një argument tjetër. Po të fillosh bësh ndarje ti nuk ke besë, sepse besa është për të gjithë, nuk është me selektive.
gjë e parë që duhet bëjë Rama, duhet të distancohet nga njerëzit që ka pranë tij, cilët janë të perceptuar si të korruptuar ose janë me fakte dhe me vendime juridike që janë të korruptuar. Por zoti Daci, Tani nuk nëse e Rama vut re ju një formë të tillë ndarje, distancimi nga administrata të paktën që i vuri fajin, nga të tijët së dyti, sepse në atë fjalim të fundit të zotit Rama u duk sikur çdo gjë e mbori mbi supe dhe tha që unë këtë po e kaloj prej jush. Administrata janë burokrat, ndoshta një pjesë e vogël, jo të gjithë, se ka dhe djemë me vajza shumë të mirë, janë të korruptuar. Problemi është kur korrupsioni bëhet nivel sistemik politik. Dhe nivel sistemik politik prodhohet nga grupet parlamentare dhe nga njerëzit që kanë përfaqësim në parlament dhe kanë rol të rëndësishëm në dikastere shtetërore. Unë nuk kam parë ndonjë distancim nga këto lloj elementësh të cilët ka prova që janë të korruptuar, ka vendime që janë të korruptuar ose ka perceptime dhe janë të hetuar për korrupsion. Pra, gjë e parë që duhet bëjë Rama, përveç se ka nevojë për një riformatim dhe kontrata sociale nuk është vetëm thjesht një marrëdhënie personale në cilësinë e kryeministit të Ramës me qytetarët, por është një marrëdhënie e shtetit ose e shtetit të së drejtës ose të shtetit në kuptimin francez të viteve të 100 në raport me qytetarët. Tani Rama thot, unë kam një shtet që funksionon, por unë si kryeminist do ja besën juve se do të jem më mirë. Që Rama të jetë i besueshëm duhet marrë vendime për të bërë një shtet të besueshëm në raport me qytetarët. Sot shumica e qytetarëve për shkak të dy lloj faktorëve dhe për shkak të faktorit të drejtësisë, që do t'i them të dy tjerë, ka një perceptim tjetër. Kush është perceptimi? Ne jemi pothuajse një moshë e mesme, ne të dy, po edhe shumë breza të tjerë të ngjashëm me ne. Çka ka ndodhur në Shqipëri në 36 vite? Shumica e trive janë larguar jashtë dhe kanë njohur një realitet komplet tjetër ku shteti funksionon, ku administrata publike funksionon, ku welfare funksionon, ku kushtet dhe mundësitë e barabarta janë konkrete. Dhe kur kthehen në Shqipëri ato gjën një zhgënjim të madh. E dyta, fal liberalizimit të vizave, dhe të rinj që kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri, përveç se janë shumë të formuar dhe ka literatura të boshme sot edhe në auditore të universiteteve shqiptare, janë në kontakte të vazhdueshme me botën që funksionon si pasojë e lëvizjes lirë të vizave, por edhe si pasojë të bumit të turistëve që kanë ardhur në 3 vitet e fundit dhe turistët që vinë flasin për gjëra që nuk shkojnë për sjelljen edhe eksperiencat e tyre. Dhe në këtë lloj realiteti ka ndikuar që tashmë brezi i ri, i cili nuk e shikon më si zgjidhje largimi dhe migracionin, ka zgjedhur mundësinë e fundit të reagimit. Dhe reagimi ka ardhur për shkak të 3 faktorëve, por edhe për një faktor tjetër akoma më i rëndësishëm. Besoj që kur themi mungesë e besimit, unë e them besimit politik dhe pushtetit, dhe sigurisht që nga pushteti dhe politika nuk mund të identifikohet vetëm ajo shqisa që qeverisë, por edhe opozita. Shqiptarët kanë pasur shpresë që Partia Demokratike dhe opozita do të riformohej, do të ishte në kërkesa dhe në sfida që kanë shqiptarët, në problematika që kanë shqiptarët, por edhe në vizionin që kanë shqiptarët. Shenjat e Partisë Demokratike në 2 vitet e fundit krijuan përshtypjen që ndarja mes opozitës dhe pozitës është pothuajse e papërfillshme dhe të gjithë janë bashkëfajtor, prandaj nuk na ka mbetur rrugë tjetër veç se ne të krijojmë një kontratë sociale duke ngritur dhe duke protestuar dhe duke mos legjitimuar asnjërin pak. Dhe kjo është situata aktuale sot në Shqipëri. Në ato protesta unë i kam ndjekur me vëmendje, aty nuk ke lider të mëdhenj, që ndonjëherë janë ngjarje që prodhojnë lider, por aty u kam parë që ne e dim dhe në marrëdhënie personale dhe private mjafton dalësh në Tiranë 2 ditë pish kafe, aty ke të reja dhe të rinj që të cilët janë të frustruar. Jetojnë në një sistem që nuk kanë asnjë lloj hapësire për ndërtuar një jetë me dinjitet. Jetojnë në një sistem që për të krijuar një karrierë të merituar, të mirë profesionale, duhet të kthehen ose në shërbim të politikës ose duhet të jenë në varësi të politikës. Megjithatë, zoti Daci, më lejoni të bëj avokatin e djallit në këtë rast. A mundet një numër i konsiderueshëm qytetarësh që ndodhen në bulevardin kryesor të shqiptarisë t'i bëjmë presion asaj që zoti Rama thot unë kam votat e mbi 800.000 të tjerëve të cilët nuk kanë mundësi të dalin aty apo nuk duan të dalin edhe të përballen me ata që për fat keq, këtu më lejoni ta them dhe unë një opinion personal, ai referohet si korba e sorra.
Tani, demokracia është një sistem i cili duhet të rikonfirmohet vazhdimisht dhe është një kontratë e vazhdueshme. Mjafton që disa klauzula mos të respektohen dhe ajo demokraci është në diskutim dhe duhet kërkojë rikonfirmim. Pra, edhe nëse është e vërtetë që Rama ka pasur ato vota në 2021 për te aludimeve të cilët nuk jam plotësisht dakord unë për zgjedhjet. Unë jam ide se zgjedhjet mira s'ka pasur kurrë Shqipëria. A mund t'i bëjmë të mira, kjo është një çështje tjetër, por zgjedhjet të drejta dhe të mira s'ka pasur asnjëherë Shqipëria, përveç kur kemi rrëzuar sistemin. Ajo ishte edhe një vot raportet në fakt me kaq shumë pika ku duhet të rregullohet. Ajo ishte një vot plebiscitare, por unë mendoj që problemi i Shqipërisë është në faktin që përveç se nuk ka më asnjë lloj mekanizmi për të rikonfirmuar ato vota që ka Rama, sepse kemi një shumicë absolute pothuajse, dhe në një republikë parlamentare është mocioni mosbesimit, verifikimi i leadershipit të një kryeministri. Ajo nuk mund të ndodhë për momentin se janë numra, s'ka garanci nëse është e përjashtuar në të ardhmen, mund të ndodhë të ardhmen, por sot nuk mund ndodhë. Shqipëria nuk ka të drejtë referendumesh, 2 herë ka bërë referendum në Shqipëria, 94 dhe 98, dhe s'ka bërë më. Shqipëria në gjithë historinë, edhe pse Partia Demokratike insiston që ky parlament nuk është legjitim, duhet shpërndahet, është shpërndar vetëm 2 herë në historinë e saj, në 91-shin dhe në 97-ën. Pra 98, 97, por 97 nuk është shpërndar asnjëherë, pra dhe nuk kemi kulturë demokratike për vetë korrigjim. Duke qenë që mungon kultura demokratike për vetë korrigjim dhe vetë kontroll ose kontroll dhe balans, si quhet, që nga Tocqueville dhe Kushtetuta Amerikane, qytetarët nuk është se mund ta rrëzojnë të qeveri, por përsëri do t'i themi një gjë shumë të rëndësishme. Besimi që tu të bëj një politikan ose një që ushtron detyrën publike në raport me qytetarët. Sot ne kemi një situatë shumë të polarizuar për shkak të këtyre protestave, të cilat nuk duhet të parashikojnë ose mbyllen apo jo. Kemi një situatë e cila pothuajse është kthyer nga një përgjindje të qytetarëve, nuk po them 50-60, të cilët kanë një urrëtie patologjike ndaj politikës. Në këto kushte, nëse do kemi zgjedhje të cilat janë pothuajse tek porta pas një viti, këto politikanë që duhet bëjnë fushatën derë në derë, në çfarë rrethana do ta bëjnë kontakte me qytetarët, do ta bëjnë me makina të blinduara, do ta bëjnë me truproje. Pra, duhet të kthehemi përsëri te paqja sociale, e cila nuk kupton rikthimin e legitimitetit dhe një kontrate të re sociale. Kontrata e re sociale është me akte, me vendime dhe duhet të jetë shumë dimensionale, duke përfshirë shumë faktorë. Një faktor shumë i rëndësishëm sot në realitetin shqiptar, i cili është keq përdorur për interesa politike, ose është përdorur për interesa ekonomike, është diaspora e cila në fakt ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë prishje kontrate, sepse shumë qytete të Europës prej ditësh tashmë me një numër të vogël, me një numër të madh ndonjëherë, organizojnë protesta me thirrje të Rama jepet dorëheqjen dhe duke mos përjashtuar dhe thirrjen tjetër që s'du ta kemi kompleks, që Berisha në burg. Pra nuk ka ndodhur kurrë në 36 vite që të kemi lëvizje qytetare e cila nuk pranon parimisht as opozitën dhe as pozitën. Ky është rasti i vetëm ndoshta në Europë që nga lufta e dytë botërore deri sot, dhe ky është rasti tipik vetëm në Shqipëri. Pra që nuk legjitimon as opozitën dhe as pozitën. Dhe tani pyetja që thon amerikanët për $1 milion është, po çfarë do të ndodhë me këto protesta? Pikërisht. Ka një kompleks të madh leadershipi. Duke edhe e sistemi ekonomik, dua ta shpjegoj. Pse? Duke qenë që është krijuar perceptimin që ne kemi lider cilët nuk na kanë qeverisur mirë, ne kemi fobi nga lideri. Nuk ka asnjë lloj lëvizje sociale, qofshin dhe 2 persona që njëri mos jetë lider. Prandaj nuk mund ta kuptoj zgjidhjen e kësaj proteste pa pasur një leadership. E dyta që është pa aq shumë e rëndësishme është fakti që kjo protestë, si thua, në vetvete nuk ka një filozofi politike, por ka vetëm një reagim pa kënaqësi. Kështu që zgjidhja e kësaj situate është, për mendimin tim,
që ka akoma kohë dhe nuk do të zgjatem shumë, një riformatim dhe një rikonceptim i tretë i marrëdhënies së establishmentit aktual me qytetarin dhe një vetë korrigjim. Nëse kjo nuk ndodh, Shqipëria rrezikon të marrë drejtimet cilat nuk janë me orientimin që ka Shqipëria në raport me integrimin e Bashkimit Evropian, por në vetvete dhe me nevojën e pashmangshme të një stabiliteti të qëndrueshëm politik. Kush ka vesh le të dëgjoj dhe kush ka mend le të kuptoj, faleminderit shumë zoti Daci që ndat opinionin tuaj me ne në këtë transmetim. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi nga ana ime. Gjithmonë e kam thënë që janë disa transmetime që nuk kërkojnë sytë e gjithkujt, por mendjen e të paktëve ata që dinë të shkojnë përtej. Vetëm kështu media më në fund do të arrijë qëllimin e saj final, që të depërtojë deri tek ata që duan të mësojnë prej saj. Media 60 ndërkohë nuk ndodhet vetëm në YouTube. Na ndiqni në Instagram, Facebook, pa harruar edhe për gjeneratën Z, TikTok. Ndajemi këtu, mirupafshim.